Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na këshillon në Kur'an me fjalën e tij që është rregull deri në vdekje: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu siç i takon atij, dhe asesi mos t'u gjej vdekja ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër, ju e dini se vetëm kemi hyrë në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, e nuk mendoj që ka temë të përgjithshme për me rikujtu veten edhe vëllezërit më të rëndësishme se sa kjo, përveç nëse është ndonjë temë emergjente, ndonjë temë shumë e nevojshme e çastit. Përndryshe, në 10 netëshin e fundit duhet me rikujtu veten, ashtu edhe gjithë vëllezërit, edhe me vazhdu me rikujtu njëri tjetrin nëpër familjet tona, se jemi në një sezon që netët e tyre kësaj sezone janë më të mira se çdo gjë tjetër. Nuk ka sevape, nuk ka shanse, nuk ka mirësi, nuk ka shpërblime më të mëdha se sa në këto 10 net. Ta kem parasysh, sepse na mundohem me shpjegu, por ndodhet që dikush s'është këtu, ka dallim ditët edhe netët. Ditët më të mira janë ato të Dhulhijhes. Është për qëllim ditët e Kurban Bayramit. A netët më të mira janë netët edhe të netët e fundit të Ramazanit. Herë i bie 9, herë 10, në varet a kjo 29 apo 30 ditë Ramazani. Në këto 10 net, asesi besimtari nuk duhet mirësit me ilan me ik pa i vjellë, pra janë fryte, të një punët palëshme një vjeqare, në veçanti një mujore, po është edhe janë fruta të cilat asesi besimtari nuk duhet me ilan pa i vjellë. Një bujk i mirë është ai që punon të në vitin dhe kur janë vakti i vjellë apo i mbledh bereqetin e vetë, edhe gëzohet. Ne kemi një bereqet që Allah na falë është kjo. 10 net që i fundit i Ramazanit, që ka shpërblime, sa konsiderohet në gjdo ibadet, qoftë edhe nafile, qoftë edhe sunet, se vapin në disa këshillat ulemave, nuk ka argument prerë për këta. Një sunet është sa me kry një farz në sevap. Është në ta edhe etikafi. Etikafi është qëndrimi në xhami për me u largun nga zhurma e kësaj bote, e telashet e përditshmërisë, me veçu besimtari me adhuru Allahin. Ulemat kanë thonë, sa të ka mundësi me nejtë në xhami, qoftë edhe një gjysore, nëse bën jetë me nejtë për izat Zotit, me fitu sevap, me bo dhikr, me përmend Allahin, me lexu Kur'an, me bo tesbih, konsiderohet edhe kjo e etikaf, si pas mundësive. Me nejtë 10 ditë hala ma mirë. Po ashtu në këto net, është nata e Kadrit, subhanallah, e cila është natë dhurat, hedije, e Allahu Gjeleshanu për këtë ymet. Nuk e kanë pas ymetet para neve, është veç për këtë ymet. Allahu ka dashur që në këtë botë mos me jetu shumë. Të ndërruar vëllezër, dalja në këtë botë e insanit është dënim. Ademin a.s. Allah e ka dënu se ka ditë vlerën xhenetit e ka nxjerrë në këtë botë. Më mundu me fitu xhenetin pasaj me dirs, për me ja ditë vlerën. Prandaj është interesant se si insani ka qef me jetu shumë. Interesant. E din që kur gjë s'ka me marrë me veti, mundohet kretë senet mi pas për veti. E din që çdo sen ka me lanë, mundohet çdo kuj mi a marrë, që qysht mundet. Jo kretë, ka alhamdulillah besimtar sinqert që asemenojnë këtë sen. E di që ka me dhonë llogari për çdo sen, e shfrytëzoj, nuk e shfrytëzoj, mundohet mirë atu edhe fëmijët edhe nipat. Po që e ban vetë përgjithësinë e haramit dallavereve, s'ka gajle. Kështu është insani. Përveç ata që Allah i ka mëshiru me ju dhonë vetdijet plot, po çish me mrit e kjo vetdije, me sinqeritet edhe me dije. Ai që lexon e kupton, ai që është i sinqert, Allah i nuk e lë me hyn këto lojna. Tash ti dujo në xhep, në fund mos marr kur gjë. Prandaj insani ka ardhur pa asgjë në këtë botë. Mundohet me marr çdo gjë. Në fund e di që ka me lënë çdo gjë,
por në ditën e kiametit ka më pyet për çdo gjë. Kretë ka milon. A për kretë ka më pyet. E ka lënë Allah natën e Kadrit që me jetuna më pak në këtë botë mos më bëj azab dënim. Jo me jetu ka 1000 vjet, ka 2000 vjet, ka 500 vjet. Ka lënë umeti Muhamedi alayhi salatu wasalam 60-70 mesatarisht. Andaj na themi, pejgamberi ka thonë në hadith, kuj Allah i ka dhënë umër 60 vjet, e përpjet, mos thote, më arsyetu s'kum pas vakt o Zot më fal. S'kum pas vakt o Zot më kthy te ti. Jo se më herët hajt se s'ka gale me hyrë në rrudh. Jo, nuk ka ky qëllimi. Ama 60 vjet s'ke pas vakt, dhe na i themi çdo plaku i cili nuk është këtu në xhami, inshallah na ndëgjojnë për rrjetet sociale. Kur ki më kthy më te Zoti? Kur ki më kthy? Kur ki më kthy? Nuk ka hije as triut, po aq më tepër plakit. Mos me cakat ndër xhamis. S'ka nevojë me cakat ndër xhamis. Çele ka derën e xhamis. Hala me shkone për habanët haramit. Hala me mend të fëmijëve. Të këshyr haramit, të nguzën e për udhë. Të bo gjeste, pasat të bo horë në për motele, në për hotele. Vene gishtin kokë. Shkimi dalë Allahit për para. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në ka thonë njeri që është desë që është të rinjallët. Që ashtu kemi dalë kretë insanve, kretë familjes, akrabave. 5 plak, 5 kadek, 5 orinjallë. Kërkoj falje, se gjithë do të bëhem i plek. Losën Allahun që më plak, me mëri pleshtinë dhe me vdek me iman. Kthehemi te Allahu xhaleshanu. 60-70 vjet i ka dhënë Zoti ymër. Ky ymet mesatarisht çka ka. Çka me bë? Hajde vëllazni sa më shpejt kthehemi te Allahu. Allah i na ka lënë për memri me sevape ymetin e Nuhit që ka jetu me 1000 vite. Ta ka dhënë një natë, e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Në atë kohë numri më i madh 1000 që kon. S'ka ditë me numëru njerëzit deri në atë zaman, më shumë se 1000. Allah i ka dhënë më shumë veç Zoti e disa. Çfarë më bën natën e Kadrit? Na nuk e dim cilla është. 21, 23, 25, 27, 29. Po për ma mirë, na i grajmë 10 net e fundit bëjmë ibadet. Lasë është shumë. Me thonë dikush shka merë molla dhe dardha, e kore grunin, vallahi, për para kanë fjetë të arave, që për mja ordërani kombonja ma shpet, ka fjetë në arë. Besa kanë kore dhe natën. Pse? Po ka punuaj njeri për bereqetin e vetë, ka punu, ka nejtë të natën, se du të me hongër një vjetë. Mos mi u prish bereqeti, shumë normale. E ka shfridzu lakuon e vetë, a tjetëri ka mledh mollat e gjanat, për çka se po kalbën, po prishën, mi që mi shit në sezon, shumë normale është, halal. Pse besimtari 10 ditë i ka në vetë, më të mirat vitit, 10 natat Kadrit me nxonë 10 vjetë. Nëse janë ma shumë se 82 vjetë, një, sa 800 vjetë, po 20, po 30. Andaj jemi në qëto net. Po ashtu keni kujdes vllazën me sadakatul fitrin, apo vitrat, jepni vitrat. Mose lëni agjërimin e juaj të varën mes tokës edhe qiellit. Pejgamberi kështu ka përmend, për me shku deri në qiell, jepni vitrat se për 2 sebepe i pën vitrat. Për ty, dobija që e tu agjëru, edhe për fukaran që ka me marrë. Ai që është nevojë. Jep edhe për ata që janë tu agjëru. Jep edhe për fëmijët, jep edhe për fëmijën në barkun e nanës vet. Mu më vjen pak keq kur dikush më debaton, po për çka më dhona janë në bark? Po jepim 5 euro, Allah i po të falni e vlad. E kanë reja, qika, gruja në bark gjallë, e kanë i vasi e gëzua, 5 euro jepim për sadak, se zbat nami, po a i s'ka dalë, a i ka dalë. Po ti ke blet teshave, si e ke marrë vesh nga djale a vëz, ke shkuj ke blet tesha 200-300 euro, për jalon, që aty s'pja e 5 euro vitra. Le qkoj e sevap sadak për ta, tu konë barkin e nanës, kamara le qkan. Që kur pi ban 15 vjet, 20 vjet, po shkon të hoxha me këtu kamara, po s'po kthehet mo. Se s'po punon rësni me këtu gram knena. Se 20 vjet se ke orientu marë, frymi hoxh një ujë, për çka? Djali po pi drogë. Hajde derin sabab i fry djalit, po s'po shkojmë çështo. Hajde pe çelim në ordinancë, mi frymi aty në çan tu marr me drogë, me rakia dhe mos pi. Jo vëlla jam. Se ti se ke nis marr pe fillimit, mas po e baki me bismillah se ke nis atë vllateç. Prandaj jepni vitrat edhe për fëmijët që janë në barkun e nanës. Sevap është, nuk është farz, po është sunet, është sevap. Sa të moni falni njerëzit, sa të moni dini që në çdo 10 net, e në veçanti natën e Bajramit, shumë falë Zoti,
të shkruan për xhenet, të vizën për xhenet. Çka më bë? Mu më vjen keq. Pa tham këto me keqardhë. Kur na falmi këtu në xhami, shembull shtu ose në tjetrën aty, edhe xhamati kështu në shtremb njëri tjetrën. O vllazni, Ramazan. O vllazni tan ditën pa thajm shpirtin, kuptim pozitiv po tham, se semi tu e thosë elhamdulillah semi tani Ramazanin. Vim edhe falmi, e dojmë xhenetin. Xhamati kështu xhamatin shtrembat. Shty në tjetrën me krah. O vllazni, pashallah nuk na takon për kështu. Unë s'jam më mirë, stakfirullah, Allah na fal. Nuk më e kuptojnë njerëz që kam i ra Allah se është në krah me vllajën është. Me pas incident, domethënë të asaj natyre që shtyje pak mani na vjen ja lun kamon ose. Nuk kem këto vepra. O vllazni, pe lypim falën e Allahit në 10 të Ramazanit. Me vonë me ditë çfarë vlerë xhumi nuk na za. Me shtynin një tjetër në saf. Aman për Zotit mas. Aman ta pastrojmë zemrën, shpirtin kaq vllaznive. O Zot na fal. O Zot na fal. O Zot na fal. Allah na përmirëson vllazni. Allah na pranon ibadetet. Aman. Aman kujdes. Kthehemi, ta shfrytëzojmë. Zot na mundson me mërrjen dhe bajramin. Zot na i fal gjunahet. Zot na pranoj ibadetet, na pranoj Ramazanin, na i pastro zemrat, na i pastro shpirtin, na i pastro mendjen. Fali prindërit tanë. Mëshiroj të vdekurit tanë, udhëzon në rrugën e drejtë neve, ja Arhamar Rahimin, na mundson që të mrim edhe Ramazana tjera. O gjithmonë shëshëm më shqiprot. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.